duke shkuar jam. Ua. Luana. Po bëjeni vetë pa mua. Po, kisha një plan të dilja zbath. Çfarë ndodh? Është ngjyra e re e modelit fustanit. Por nuk do la zbath, e dini pse? Si ja them, është sekret, do i themi gjitha këtu. Do vi ylli o shumë i gjatë dhe i lia unë gjugje. Jo, më jo, s'ka që rezistoj këshu. O, zot. Po, aji është gati, ashtu si që është i gjatë, i madh, vjen nga Kosova me shumë dashuri, ka pasur një rrugtim të zjartë. Më i forti në përsfida e kujtja mërë të mendja që nga një sfidë në fakt nuk do t'ishte më pjesë e këtij edicioni, ai është Ylli. O, ti rrugë kështa të derën e zezë. Më mirë kisha i taka të paktën. Kastro. E kisha uti. Joana. Ylli. Kemi. Si e ti? Mirë. Të dalim sonte për disko? Ua, ç'ishte kjo ftesa pa pritur? Ylli, ti nuk e di që unë nuk dalë për disko? Dale, po, ke farë gjatë koma. O, më Frederik, ma Frederik. Atë në zërë. Ta koshoqe se marë aty më kishe. Ta bëj batë. Të duam, tha, qarë to deklarata? Atë gjore që është më... Vazhdo për Luana, vazhdo të mërë ajo me të unë. Unë shpresova që ndroj bile pak ma si doli pa ala njëjta. Po, ta dinte që do kishte dalë sot paktën, të kishte treguar çik fisikëri, një dashamirësi ka shimeje. Mbajti shtarësia i momentit, njoftona me publikun, pastaj ta jap vëmendjen e ndëruar. Vetë për loj, bëri ça bëri, domethënë. Çe ki boks, ai bravo ti. E ka lyp. Tani të vendosemi që ka rregull në këtë studio. Po thuaj ti. Zotrit e vendit juaj. Zotri, në vendin tuaj u gjet tani. Qeni bërë ju këshu, e kene marrë studion, e kene stunduar. Kjo është momenti Ylli. Mirë se erdhe Ylli. Mirë se gjeta Luana. Si e ti? Shumë mirë. Në fakt, si kur e para djeje pak, mu duk mua, nga shpërit që i bëre, nga fakti që edhe disa herë që arrita deri këtu jam shumë i lumtur, falenderoj. Jo, realisht më thonë drejtën unë që 2 javë e kom ndjem vetën tam, se gjithmonë ti e shën të arsyeshme nëse jeni një sfidë, gjithmonë e shën që ki frikë pak. Pa të shrim që nuk i dihet fatit, a e te kalon. A është me ty ose jo? Realisht, po, unë jam shumë fatlum sa e më konë gjatë kësaj pjesë, gjatë kësaj kohë, realisht, në firma VIP. Nuk e kisha besu asnjëherë që vi deri këtu, jo që nuk besojnë vetën time, asnjëherë ajo, po realisht sfidat nuk janë konë edhe shumë të lehta. Fillimet e mia janë konë shumë të lehta, po pastaj gradualisht erë të vështirësu. Po çka unë muj me cik është koma që unë e pata të lëndume edhe vendosa me hyrë. Këmbën, po në fakt i e vizituar gjatë kësaj javë. Realisht po, edhe në Plevic, më kam pyet gjatë gjithë kohës, je i gatshëm për me fillu sfidën apo jo? Dhe vetë preferove të thoje që unë jam i gatshëm për sfida. Adim se, realisht vendosa për po, edhe nëse e dija që do e humbë sfidën, nuk e kisha as pak problem. Nuk është që justifikohem pse humba sfidën, tash ti po thëm për komen. Jo, po me thënë drejtën, e ndjeva komen që është në rregull, po kur isha aty në sfidë, e hupa krejt atë orientimin që e kisha aty edhe i mshoja me komen që e kisha të lëndume. Dhe aty e lëndove dhe më shumë? Po, jo që e lëndova, po se kisha atë forcën. Ishte e vështirë ajo pjesë, aty ngelet, pjesa e sharrës. Po kështu që jam fatlum që e kom thyrë rekordin e gjitha sfidave. Absolutisht, ke qenë një ndër fituesit më të mëdhenj të gjitha sfidave, në fakt vërtet e jashtëzakonshme kjo pjesë të ti, unë citova pak fillim, kujtja mërë të mendja që në fakt një sfidë do të penalizonte, sepse ishte vetëm një hap larg finales. Po, realisht nuk jam as pak pishman, pse nuk e mriva finalen, jam shumë fatlum që e mriva gjysmë finalen, sepse disa edhe kanë pas ëndër edhe kanë dhënë kogja shumë për me mbritë gjysmë finalja, kështu që pavarësisht votave të publikut, gjanave që kanë ndodhur në fermë, unë jam shumë fatlum për gjitha gjanat. Edhe ne jemi të lumtur që të kemi pasur pjesë këtë edicionit të dytë. Çfarë do të mungoj ty më së shumti nga ky rrugtim? Çfarë do të mungoj nga ferma? Çfarë do më mungoj gjithë njerëzit që kanë qenë aty, posaçërisht edhe që janë këtu. Do na mungojnë mëngjeset cilat na zgjonte Agai me gongun,
do na mungojnë opinionet e të dyve që i kemi këtu afër, që mu së më kanë dhënë opinione shumë baja, që jam faleminderues. E me që se jemi këtu. Jo, realisht nuk e kom bo vetën. Bravo. Na di jo ti dëgjojmë edhe të kuptojmë, se ndoshta i kanë ruajtur gjitha personte. Po, do na mungoj edhe ajo, edhe ai televizioni aty, që s'mëshëm ju pa se çka po ndodh këtu, çka po. Por na dëgjoni, po ju ndëgjojshim. Po gjitha gjanat më thon ferm do më mungojnë gjatë gjithë jetës. Bukur, më vjen mirë që e ke përjetuar kështu. Dua të kemi komentet e opinionistëve, si ka qenë rrugtimi i Yllit, çfarë penalizoi përveç sfidës, po Ylli ka qenë ndër personazhet që ka qenë disa herë tek televotimi tek më pak të preferuar. Në fillim të një formati të tillë me një analist të thjeshtë, të ftohtë, të gjithë konkurrentët e mbrëmjes parë, unë personalisht e kam thënë edhe herë tjetër e kam nënvlerësuar Yllin. Kjo si duket ndoshta për jo, në thonjë se jo ndonjë respekt të madh që unë kam kundrejt modelëve përgjithsisht, që pra nuk kam ndonjë respekt madh ndaj asaj vizuale si ne shohim pasqyrë, sepse realitetin e perceptoj pak ndryshe. Pastaj gradualisht në mënyrë progresive, Ylli i nxori të gjithë elementet e tij, i përdori të gjithë kartat e tij si njeri. Mua më ka lënë një shije vërtet shumë të mirë. Ai hyri si një model, por mendoj që ai sot ka dalë si një personazh dhe një personazh që do të vendosi goxha me rëndësi në tregun e showbizit shqiptar. Ylli suksese, megjithëse produksioni nuk ka shumë qejf, ja, me që jemi në ditë e fundit, unë po e them, nuk ka shumë qejf që neve t'ju komplimentojmë me thënë drejtën të gjithë ju sa dili, megjithatë ne kemi qenë realist në çdo fjalë që kemi thënë edhe të ndjera çdo fjalë që kemi thënë. Faleminderit shumë ka së përgjësaj. Unë do them ti hyre i martuar doli i divorcuar më Ylli, besoj se firmat... Do më propozosh tani as pak të thuar. Besoj se nder më të madh se shtë ka bërë kjo firma nuk ka bërë. Unë e ftuva Luanën sonë të për diskën e se je hajde, të ftoj. Ylli pikë së pari do të kuptosh që unë nuk dal. Po jo, unë veç të thova. Ti faleminderit shumë për ftesën. Unë uroj që të keni një mbrëmje të zjarë sonte. Faleminderit kismet. Uroj që ta shijosh daljen tënde pas fermës, ashtu siç ndodhet Realisht e unë Kastro. shijova ku pisho këta publik këtu që na kanë ndruar troki, kështu që faleminderit gjatë gjithë kohës. Për kohë voton ti tani të jetë fitues? M'fal, Për unë e kohë shoh voton ti, fitues. po. Për kom votoja, për kom mendoj. Është e njëjta gjë. Ja, me votu, qërë, tashti, ajo dihet që unë kam qenë i lidhur gjatë gjithë kohës me Bastën, po unë jam shumë i dëshpëruar për Bastës edhe nuk besoj që vazhdon raporti jonë jashtë me to. Për shkak disa gjanave që unë i di edhe nuk kisha dashur me i thonë këtu. Po në fundit, Në ç'kuptim? që ka ndodhur me Bastën aty, që disa zhgënjime që unë jam zhgënyer ndaj tina si një lojtar që jemi ai një lojtar, unë një lojtar, së bashku kemi bërë disa plane që unë ka zhgënyer si person. Sa i përket, unë i kisha dashur, sepse sot ma përmendi, ishte një derë hapur, një derë mbyllur që familja e tina ma hapi mu. Kështu që i thëmë faleminderit, familjes si dhe i përshëndes shumë. Na kemi pas një lojë aty, shoqënia jonë nuk vazhdon mu. Ato e thëmë unë, sepse ato kisha dashur me pa fitues lojës, sepse ka dhonë shumë shembuj të mirë, koni lojtar i fortë, asnjëherë nuk ka qenë ofendues ndaj të tjerëve, gjithmonë ka kritikuar aty ku ka pas drejt, ka qenë zëri i femrave, ka qenë zëri i të gjitha gjanave të mira, sa i përket rreth fermës, e ka bërë riciklimin në mënyrën e duhur, po kohën e fundit ju zbe fytyra, po unë e shoh si fitues të fermës, Andoeli ose Andren. Njënë për të në dëve. Pra kalon nga preferenca tek Big Basta, tek Andoeli ose Andren. Okej. Ndërkohë që përpara se të shohim bashkë klipin në momentet tua më specifike, më të bukura gjatë rrugtimit tonë tek ferma, më thonë në fakt që për një rikujtesë përpara puntatën e kaluar në mos gaboj, je shprehur gjatë një loje për një gotë që të ka pëlqyer gjatë rrugtimit, që neve nuk na e zbulove kur, por tek pyetjet e publikut zgjodhe ta bësh. Dhe i referoheshe Nur. Po. Nur në fakt ka pas pak kënaqësi në lidhje me këtë deklarat, por meqense se jeni të dy këtu në studio. Ka pas pak kënaqësi. Po ju leq të flisni dhe të komunikoni me njëri tjetrin. Po. Big Boss e net me teatr. Hello. Merr mikrofonin Nur, të lutem. Ylli, pavarësisht që ke shpreh pëlqim për mu, unë atë pjesë e shpëdi qysh me thonë, e kuptoj,
Po mu nuk më ka pëlqyer një pjesë që për ndryshe edhe personat jashtë e kam pris shumë keq, që e ke thonë një fjalë, më duke që e ke gabu, ose e ke interpretuar me një mënyrë tjetër, që jashtë u marrë shumë ndryshe, që ke thonë që ne nihemi jashtë, dhe me thonë, publiku ka mendu që na kemi diçka jashtë. Okej, a ki edhe diçka ta jep? Edhe kom qef me ja spjegu publikut edhe gjithve që na jemi shok shumë të mirë, edhe mos me e kesh përdor këtë pjesë si... Se të ka shqetsu ka shumë Nur kjo pjesë? Se të ka shqetsuar ka shumë? Sepse Ylli ka qenë shumë i afër me mu, edhe Ylli i din gjitha gjonat e mia personale. Pra e të ka bezisur në jetën tënde personale? Po, sepse personi në fjalë e ka prit pak më ndryshe, se që duhet. Personit në fjallën e përshëndes shumë, kështu që s'po e zgjas atë pjesë. Sa i përket pëlqimit të Nurës, ishte një pyetje nga publiku që unë patjetër dash kemu përgjigj, sepse na e kemi pas edhe në lojë kur jemi kohë bashkë. Jo që unë edhe Nura nihemi jashtë sa i përket lidhjes ose diçka, unë edhe Nura nihemi si Unë nuk e kam kuptuar ashtu, që njiheni jashtë dhe keni diçka. Po tash t'ja spjegoj publikut edhe gjanave. Do që sa njerëz na pëlqejnë? Jo. Na pëlqejnë, shumë bukur. Unë edhe Nura e kemi pas një lloj shoqënie jashtë, edhe kemi hala. Po ajo keni pyetje që unë u dash më përgjigj, pavarësisht rrethonave, se unë edhe Nura kur jemi kohë në lojë, e patëm bu si plan për shaka, kishë po bom, që kemi pëlqim njërin ndaj tjetrit, po ajo s'ka qenë e vërtet asnjëherë, sepse Nura... Pra tani më deklaron që nuk e ke pas shef Nur. Jo, atë ja u kom pjesë shakaj, unë edhe Nura jemi shok, gjithmonë kemi qenë dhe jemi dhe do t'jemi. A, çfarë jeni ju? Ku më dalin e ku më komi? Shojnë gjysinale këtë. Po mbase duhet thoshte unë dhe Nura jemi shoqe dhe do ishte pa probleme, pa kesh kuptime. Çfarë? Unë dhe Nura jemi shoqe, mbase do kishte qenë pa kesh kuptime. Po duke thënë jemi shok. Jemi çka? Se kuptoj. Qa ke hongër më zhak, qa ke... Taman sot ko ka bo dele e zez, taman që shë ka thonë fillim. Nuk e keni ide në sa momente të programit janë vendosur në situatat vështira. Shumë. Bravo, Luana, këtë herë reagove si duhet. Gjithmonë fakt, po, sidomos të herë. Por për te i kësaj, unë Ylli di të them që ti e një super qunë dhe këshu live që ke shumë herë më i bukur se në ekran. Faleminderit, Luana, e vlerësoj. Dhe hera e parë që të kam parë, kanë qenë për para, si që takobat të gjithve, për para se të bëshit pjesë e fermës, dhe të kësyt e ty, e tu në fakt kam parë që do hecësh. Ka një loj zjuarësie që ti e përçon, që unë roj shumë që kjo ferm të këtë qenë një trampolin e bukur edhe rrugtimi ju të jetë i gjatë. I ri dhe ke shumë për të ta. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit, Luana. Këftoj të ulesh... Okej. Am lejohet më ullë të, t'lutna, am lejohet. Qëfar ke Kejsi? Me këto dhe të më rri largë mua ka dhënë sa Kejsi, deklarata, erdi më tha të dua shumë, nuk e di... Pa, dipë se thash të dua shumë, se qenë ke bërë bukur me dhëmë tri, o e dashur. Si the? Qenë ke bërë bukur me dhëmë tri, pra ndaj thash të dua shumë. Po, qa lidi kiste... Për këtë arsye, thash të dashur, se pas t'i po ndryshime. O, Ylli, qa lidhe kanë dhëmbët me dashurin, apo kur shef dhëmbët të lindit në dashurit të reja? Jo, nuk thash që të përqesh, ako ke bo dhe i herë ma e bukur. Falimderit, po, të tua shumë edhe je bërë bukur kanë ndryshim. Unë nuk di të më thënë një studio ka marë kopë, se cili fletë për hesap të vetë. Unë thjesht ulem dhe digjoj. Në këtë rast do Nur të flasë. Po, Nur? Po, unë du të shprej dashëri për ty, kështë që të dua fort, sepse ti e një vajzë që... Nëse do në s'flisni kështu, thoni se ju a jap fjallën. Ne të duam shumë edhe je shumë... A mund të themu të fjallë për Yllin? Atëherë, do e rikëtem të këtë Elinara për fjallën tënde për Yllin, sa për ne të shojmë klipin me momentet më të bukura të Yllit. Ylli, kjo është klipi ytë. Si Yll që je?